Një njeri i dashur për të gjithë ata që e njohin. Një person që shpesh i qëndronte pranë të tjerëve dhe i mbështeste në momentet më të vështira. Jeta e tij nuk ka qenë fare e lehtë. Pse? Ka kaluar përmes shumë sfidave dhe periudhave të vështira. Gjithmonë ka pasur guximin dhe forcën për të kaluar ato me dinjitet. U martua me një grua, së bashku ndërtuan një dashuri të madhe, një lidhje që pasqyronte sakrificën dhe përkushtimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Pavarësisht se pas një kohe shumë të shkurtër e humbi atë, kujtimi i saj mbetet i gjallë dhe ai e ndjen thellë humbjen e saj. Gjatë periudhës së luftës, kaloi për një periudhë shumë të rëndë, por gjithmonë ka ruajtur krenarinë dhe dinjitetin e tij. Veslim Ademi. Prej cilit vend? Jam pej në rrethit Podjevës, fshatin me të hitirët. Jetojmë në Bardhash, në Bërnis poshtme, të në Kosovë. Sa vjet i ki? 77. 77 vjet. Po. A ke festu në herë ditëlindjen, ata kanë festu që? Familja pone, kur jam konë jo. Sa? Si kam vënuar rëndësi, familja pej që marrë Kosovë, po. Ma bojnë si surprizë. Çfarë befasie ta kanë bo? Më bjen me hangër, me pi, ma festojnë, knojnë pak diçka urime, tërtë, vërte kur gjithë. E tja i ke bo në ikoj surprizë, diçka? Vala, E ja. dhurat? Ja, jo, ashtu s'kom bo kur gjë. Kërkuj si kom dhonë në surpriza, në dhurata, diçka. Jo, veç për 8 marsin në shoqës i kom Për ble. 8 mars, a? Po. Çka i ke ble? Pa në si në gjithë dukatit, apo diçka në lule, që ashtu diçka. Në shaj, që është 8 marsi, dita e grave. E që ato. A që ngrona i konë me festu 8 mars? Jo, se edhe mua më ka dek. Që 6 vjetë. Që 6 vjet. Po, E sa është e vështirë jeta pa bashkëshorte? shumë është e vështirë. Shumë është e vështirë. Kur des partneri, je izoluar pej shumë seneve. Në familjen, kabilen, krejt rrëthinën që të. E ka një amën të keq vejan. Shkoj vejoni, dul vejoni, erdh vejoni. E nuk është bash fjale mire që ashtë. Çka të mungon prej saj? Mungon pej saj që sështë aja. Mund këqyra, po diçka që aja mungon hizmeti saj. Hizmeti saj, a? Po. A i keni mund t'i grus në i sen? I kom një mua pak diçka veç ma shumë jam ka një mua, pëse unë asaj. Ma shumë aja? Po. Edhe u kone e shkollume që ashtu që dajmë më ka këshillu sanet mira. Çka t'ka këshillu? Me najtur të mos me boshurë, me që ashtu me koni sjellë shumë e qëtë. E qyshe keni kalu bashkë? Fort mirë. Fort mirë kemi kalu. Me nosën të jame. E qysh jeni njëftu ju dë? A më kallëzën? Është periudhe gatë. Është periudhe gatë. Jemi pa dikun shere që ashtu që jemi marrë veshëm, atër me telefona jo, me dhe letra, me dhe sene. I kom premtu që të marrë edhe aja mua, që ashtu të ne jemi marrë kontakt, jemi marrë. Pa mësit. Pa mësit, a? Po. A ma mirë me gjithë vetë, a me mësit? Ndo raste ma mirë është me mësit, po ndo raste edhe vetë edhe ma mirë. Kur bjen të akord në gjuhë për bashkë partnert, është me mirë vetë. Sa ma mirë vetë? Nëse e përmban fjallën që ja ke dhonë, ta ka dhonë që ashtu, a
kur nuk është me mësit, me bo më halaka diçka më u prish, atër mësiti t'i lajmërën, mësiti vjen me krye punë, me na pajtu e tërë të vërtë që ashtu konë adin aj vakt. Atëherë konë s'kom ja madhe, po lezeti konë i mirë. Nuk ka sukur sot që ka të natë mirat i qëtë të sëfër, atëherë ma pak ka pas. Ma pak ka pas i dare të natë. S'kom ja konë fukarallak, ma. E pse s'ka dashni tash? Ka mërë që s'ka. S'kan, jo. Që s'kan po thash. O vëllaj, tash u hi shejtoni të apal, edhe punon aty shejtoni. S'ka tash dashni. E që ka përse? Aty, si të hi shejtoni, bën zarare. Apo, kërë. Po qysh me largu vraçi? Tash, femnat për lypin me pos edhe rrugë, Qa po lypin femnat? me pos tarda ma të mira, një e dyta me ablekerën, me vozit, me dal me vaj vit, me shku dikun në i darke, në i të stile, në i qashtu. Me që tërkan, me Po lypin kushtet në shar? Kushte, normal që kushte lypin. Po ty me. Kallëzëm, qëfar kushte i keni pas në atë ko, kur keni bu naja, qka keni bu burat në përoda? Përoda që shta këshu që kem lujt me filgjona, kem lujt me kapuqa, ka pas muzik, jo të lava, po muzik, Me sharkia. po folklorike, muhabet, qashtu që kemi ka përcyu mirë. E tash a keni naja si për para? Jo tash jo. Fartash. Tash e këshyrëm televizorin. Qka këshyrë televizor që? Unë e lajmet e tjertë këshyrin edhe loja. Loja muzike sen. E tash apet televizorin zbo punë sa telefoni. 22-3 rabë jem tonë kanë telefona. Ti a ki telefon? Po, unë e kom telefon, po e kom dopt, ato e kanë kështu moderne. Kënë e thirë ma shpesh? Pa e rras në i shoke në i dashamirës. A ki shoka? Kam shok bëllë. Edhe shok të mirë kam. A del me ta heqa? Dal me ta, rrim, ham diçka, pim diçka, përshëndetjem, u shkoj shpejtem ata në vetën, e qashtu. është kryesorja me shok rri. A e ka në ushtri? Po, Sa vjet i ke pas kër e ka në ushtri? jam shku 22 vjeqar, jam konë 16 muaj ushtar, për ndryshe në Sloveni e kom kryu ushtrin, 3 muaj jam konë në Novogoritë se kom pjesëmarrës incizimit filmin Napoleon Bonaparte. 3 muaj kom marrë pjesë aty si ka që jash, që shme thonë, kom gra dhe kore, kata. Çfarë periudhe kanë atë kohë? Aja ish dita gjallë, periuda komuniste. Po. Aty 3 muaj kom incizu filmin Napoleon Bonaparte. Ne i dhoshin ka 10 banka në aksham. Na që marrë shumë pjesë u shtartë. Edhe e kishëm një brake qashtë. Sa bashkëshëm deri në tërë duke u kthejshëm. Në kasarne. A u ka në vështirë që ajo periudhë për ty? Jo, konë diçka shumë e mirë, konë që disha që po incizoj një film Napoleon Bonaparte, o konë i asaj kohë kryetari i Francës. Po. Edhe e pat e ka pacit monedhën e vetë Napoleona, u kanë thonë. Dhe i vunën konë Napoleona porja e Francës. Nemën kryetarit. Dhe që i zotë ju konë për datë vakt vetin. Napoleon Bonaparte. E tash, Tash jam pensioner të shtëpia. qysh është jeta mas pensionit? E mirë është, i dare ka bëllë, me hongër e me pisë, shka ta do zemra.
Më këshyrin gjellë të reja, qika ma shumëti. A i ki jashtë në Kosovë? Të voglin jashtë, 2 kam këtu Kosovë. Më këshyrin këta 2, po ma shumëti më këshyrë qika interesohet qysh jo me gjendje shëndetësore. Ma shumë qika? Po, ajo doktoresh të në spital. A ke shku jashtë me vizitu? Ka, gjallina? Po. Po, jom konë një 10 ditë knash, jom kom shku, zdia që vetë kam ka qu, veç për një 10 ditë s'kalon vend pa më qu për Gjermani të shëtit të këshyrë. Objekte, natyren, qashtu të shka. Edhe qështu do ka i vana, të pëlqaj ajo? Qysh me jetu atje? Ishtë ma fështire. Pse? Se s'kishe me ka me bollaf kur. Edhe gjuhën mos me ditë ta më në puna, po mirë atje gjoj shumë edhe dikon, tafrët që me komuniku me nejtë e me nejtë lafë. Veç, ma mirë se në Kosovë, kur s'ka. Qka të pëlqen këtu në Kosovë? Ta në më pëlqen, me hem, me flej, me edhe shëshnije, krejt. Po jo për të madhe që shkojnë jashtë, pa ta po kujtojnë që atë i marrin parët kallaj, po ty një marrin se shkën 5-6 dejnë mbromjet. Nëse mërë një rrugë ma të mire sen, po thuj se që ato apet janë në shteti vetë. Jo pagu mba nëse ato farë komunalit shtetërore, gati, që aty vjetë. A ke menu të na janë me jetu jashtë? Kur, për me jetu jashtë, kur s'ko menu, edhe s'menoj. Jashtë në Kosovë kom lindë, në Kosovë kom e dekë, e qitu edhe kom e metë. Kosovën e du fort. Jashtë në këtu në Kosovë ka probleme politikisht. Po mendoj tash të partita dhe... Po. Qka kishe ndryshu në këtë vanë? Kisha ndryshue një lider, për shembull Albin Kurti, ai me sunue e fjala tina ma marrë vesh. Po mirë tash tani po i përdhihet dosh, ka rajt, do s'ka rajt, do na ka prish me Amerikën, do me Evropën, kurse ai veç me kërkon s'ka prish. E do fjallë janë të kota që i thujnë. Tash mos me hinë politik, po kallëzoj. Serbia është u bazua në 2013 e ka nënshkrua Hashim Qukutas. Hashim tha që ka nënshkrua me adhon verin e Mitrovicës, mi marrë do farë bërdina sa tjetë me Presheve Bujanovc, a kurse nuk bazohet aty. E tash kur po vje puna, ata po thënë ne kemi krye këtë punë. Ashtë në shkrume, që aty po bazohet Vučići. 2013, 2015, Isa Mustafa ka nënshkrue që më u bo ndrimi teritorit e sen. Me gjithë gabim janë ata. Albini Bekumi s'pëlejon atë fjallë. Ata janë të u bazu që aty. Shumë keqë. E qka pret me ndryshu kjo vend? A pret me ndryshu diçka? Priti me ndryshu me konë tonë për një për tonë. Mirë keqë qështë e kemë tonë njëjtë me konë. Albini Bekumi e kjo mirë është. Me gjithë se ka kritika shumë. Sidomos për PDK-je, LDK-je, AK-je, të vërte që ashtu. Ka shumë kritika, gjase unë e di që të në parlament Ramush e shka me do letra edhe jo gjyke e ftyrës që mësme për kufinin me malëzi, ma shumë me shka i dha krejt, në peqa kur i zhleb e derin në rëzhoj dikun 8.000 kusur hektar. Aty u pajtun, a i adha vëllara mush i shkreti.
pa kur farë shkollë, pa kur farë ndije. E ka liftuar, normal, si jam me hakur kush. Po, PlayStation luft ka më bon Kosovë. Edhe më hargjua po në kam kry që hupëm. Se s'dim na me rajsh, s'dim me kalëzue, e sërbi din ta bërë ranën thua sa hi, qashtu ka konë. Çfarë kujtime e manë me ty prej luftës? A kina i kujtim që halo nuk e hara? Unë kujtim prej luftë e di 24 mars, që aty e kom një dashni, një fuqi të temën, me 24 mars me aviano në Itali, jënë qua aeroplanat e kanë bombardu qatë Jugoslavinë e flesh që u konë, vetëm që atëherë di që jëmë gëzue. Mirë po, mos të ke Indirë Ibrahim Rugova, edhe Amerika, po ta edhe diçka Evropa ma pak. Pështum, erdhëmën që të koku jemi. Neve në ka pështu Ibrahim Rugova, Dionia e maqëria tina, a unë e gëzimin matë madhin, e përjetimin matë madhe di me 24-5 mars, kur i ka ra aeroplanat i kanë ra Kushumlis për kuplës Slatins edhe shumë vena kyqe ku i në konë shkit. Veç që atëherë kom një gëzim ku gjëmanej. Së më gëzu s'dije më i dhënju po. Më i dhënju në kalaja me u gëzu bollë me zëra. E që to i di raste kryesore që i në konë. A kina i mesazh për rinin? Për rinin e kam mesazh mrena mundësive me ngu prind e dikan mos më largu pej Kosovë. Kosovë ka punë sa donë, nëse rrogat që në të mira, po i dore bëhot. Ata po shkojnë me mija jashtë, po kujtojnë që i kalaj është. Si shkarinia, po jetë veç në pleqën Gërgjula, Kosova. Atër s'ka kur që veç me adërzu e gurëm guri, shkaut e kur që banej. A ushtari jem tonë. Ushtari jemi i madhe i vogël pej plakut, pej triu dej matë plakën. Që për që të Kosovë duhet me dhonë jetën edhe me vdek, so marrë, po është krenari. Krenari është me vdek për Kosovën. E që 100 vjetë shkaus në ka da dajakun e diskriminimin që ka denua, ka mytë shqiptar pa lidhje. Po i ka pasu e bashkëpunëtor të vetë shqiptar që jenë kyqë me ta hajtu të kom mire këj lëqë ka të adreqë. Që të punë jenë sahi që kur së punët më huë, që ashtu konat, që ashtu tash nuk ka bash ashtu. Tash veç është defekti maj madhin në Kosovë, që partit po thënë kësë dhe në di, mullet t'ja bojmë blog njoni tjetër të kur gjëheq. A që tash Albini fitoj 4 vjetë, tash apet po fiton, po so mu e mundët parlamentin me gjë se s'ka vota, gjithka që ashtu po pështilën. A diaspora krejtja kështë ndonë Albinit, aty një ka 100-200 vota, ku gjë ma shumë. Faleminderit shumë për juve. Edhe juve zotë u ruajë për qoftë në hajnë. E gjithë historie e ti, aty ku ka shkelur në çdo rrugë të vështirë, ishte një mësim në jetën e tij.